Një zbulim i jashtëzakonshëm arkeologjik në Egjipt ka habitur komunitetin shkencor ndërkombëtar. Një fragment i veprës së famshme Iliada është gjetur i vendosur brenda një mumie të periudhës romake, ku kishte qëndruar i fshehur për rreth 1600 vjet. Fragmenti i papirusit u zbulua gjatë një misioni arkeologjik të Universitetit të Barcelonës dhe ishte vendosur mbi barkun e mumisë si pjesë e ritualit të balsamosjes. Sipas studiuesve, ky është rasti i parë i dokumentuar në histori kur një tekst letrar grek përdoret qëllimisht në procesin e mumifikimit, pasi deri më tani janë gjetur vetëm tekste me përmbajtje magjike ose rituale. Gjatë gërmimeve, u zbuluan 3 dhoma funerare prej guri gëlqëror, të cilat kishin pësuar dëmtime nga koha dhe grabitjet e hershme, por që, gjithsesi, ruanin surpriza të rëndësishme. Në njërin prej tyre, u gjetën mbetje njerëzore të djegura, së bashku me eshtra foshnjash dhe një kafkë maceje, të mbështjella me tekstil. Në dhoma të tjera u zbuluan figura prej terakote dhe bronzi, që përfaqësonin hyjni të ndryshme, duke dëshmuar një përzierje fetare tipike të kohës.